familjes. Sot jemi mbledhur të festojmë ditëlindjen e Kosovës. Por, kur lindi ajo, kush janë prindërit e saj? Ato quhen Drenica dhe Prekaz. Sot ajo po ka debitin e saj. Për të mësuar më shumë, ju ftojmë të ndjekim së bashku pjesën dramatike të titulluar Familja Jashari, legjenda e botës moderne. Murat Jashari kishte 2 fëmijë, një djalë dhe 2 vajza. Ai tashmë është gjysh, sepse djalin e tij Shabani e ka martuar 20 vjeçar me Nusën Zaide. Ato kanë 4 fëmijë, Havën, Rifatin, Hamzën dhe Zojën. Po, pritet edhe fëmija i 5. Është mramje, punët e ditës në bujqësi dhe plektori kanë mbaruar. Shaban, ba, a e pëshet e bakti, a u dhe uj. Po, pa merak. A e punë sakicën të avlija. Po, njëri, pa merak. Ne janë fisnike, së të në fletë marrën e sekt, se kemi hasmi në derë. Ndërkohë, në dhomë, fëmijët e shtëpisë dhe të pushojnëve të mësojnë në sofër me mësues Shabanes. Ani bitë e mi, botë persone. Ani birë jem, mësoj fmitë, hasmi reagojnë nga puna. Shkijet të ta duhen me shkollë, që ta së ndën ma letë. Po kur mos ndarë të kemi mësu fmitë në shpitë. Ndërkohë, fëmijët po lexojnë. Shmëria dhe liria janë si na në bitë. Lashme e forca arma, atë është shtëpia jonë. Ju lëmgoja bitë e mi, botë persone. Hajde a marrëm një këngë. Ndërkohë, Vjera dhe Nusja kishin humbur. Pasi u parkohej, gjyshja dhe nga dhoma duke përtitur. Kush ka po furë? Push, një push kështu e fullëstop. Rifat, birë. Mere gjepin, qoja gjyshin. Hajde me e gjatë, nuk shtyhet kush me lajnë. A e na e falë forcën. Shkraban, bja në tarë më babës. Ndërkohë, flet zana e malit. Një push kështu vatanit, në sin kult Murat Jasharit, ko kaleni djala zgan, adem emrin ja kanë lamë. Kështu, familja jetoni duke punuar, mësuar dhe edukuar me ndjenja patriotike. Gjysha përfundjepin duke kënduar djalit Ninula. Nina nana mu të gurit, e bira di flamurit, e njana di shqivonje, e i nalzo
qenien familjare. Në kullën jasharaj, përkuaj se çdo natë kishte miq. Hynin dhe dilnin burra të mençur, të cilët tregonin rezistencën e vazhdueshme për liridashët e të përkushtuar. Rrëfimet për Gjergj Kastriotin, Ismail Qemalin, Hasan Prishtinën, Azem dhe Shoti Galicën, Ahmet Delin dhe Shapan Vellushën ndihmuan për punërimin patriotik të fëmijëve. Ademi u arsimua në shkollën 8 vjeçare në Prekaz dhe shkollën e mesme në Skënderaj. Natyra i kishte dhuruar Ademit shtatin e hedhur si Akili, fuqinë fizike si Herkulit, dhe trimërinë si Azem Galica. Ai, si shumë të rinj liridashës, e donte dhe e çmonte shumë armën, dhe kishte një rreth të madh fisnor dhe shoqëror. Në demonstratat e vitit 1981, ai ishte aty për të kërkuar të drejtat e mohuar së bashku me shokët e tij. Atë ditë ishte 9 të vrarë dhe 15 të plagosur. Demonstratat zgjatën gjithë pranverë. Beogradi shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Ndaloi ecjen në rrugë të dy njerëz e bashkë. Ndërpreu shkollat, universitetet dhe konviktet u mbyllën. U dënuan pjesëmarrësit deri në 15 vite e burg. Në maj të këtij viti, policia serbe bëri ofensiv në shtëpinë e Tahir Mehës, i cili së bashku me babain Nebi Meja ra heroikisht, ndërsa bija e tij mbeti e plagosur. Në atë mod kur qeli maji, tuhe shkije për Beogradit, në Prekaz më kanë hy, Tahir Mehës ja kanë sy, por si nuk feja pushkat e tiu, lufton Tahirin dhe bab në biu. Krisin pushkat kulla ushton, një nga një shkije t'i palon. Në mjetor luftuan banda, edhe njetën Tahir e bab. Unë blodhën burrat e vendit, Shabani Hamza dhe Ademi. Muke borri Tahirin, ja ka ndarë vesën trimit. Dëjnë të fundit keme të marrë hapun, luftën tonë dhe të vazhdojnë, derisa vendin të ashtjerojnë. Në vitet që u pasuan, vëllezërit jasharaj u bën antarë të organizatave patriotike ilegale të kohës. Ato filluan të shpërndanin trafte, përmes të cilave kërkohej mobilizimi i popullit për çlirim. Në grupin e Adem Jasharit bënin pjesë atetarë si Ilyas Kadria, Jakub Nura, Sahit Jashari, Hashim Thaçi, Samil Ushtaku, Fadit Kodra e të tjerë. Adem Jashari ushqua për organizimin e protestave të fuqishme që u bën në Skënderaj në 1989 kundër ndryshimeve kushtetuese për Kosovën. Në vitin 1989 themeloi lëvizjen popullore në Kosovë, dobëpyrës së saj. Ai ndërmori shumë aksione me bashkëpunëtarët e tij, duke mos lejuar që në Drenicë të futeshin policë dhe ushtarë serb. Në 1990 bëri aksion të armatosur në stacionin e policisë në Skënderaj, ku vrau dhe plagosi 10 policë serb. Aksionet e tjera vazhduan në Mitrovic, Shqipol, Runuk, Drenas, Shtim, Prizren dhe Klis. Veprimtaria e tij u forcua edhe nga lidhjet që mbajtin nga jashtë, sidomos me Shqipërinë. Po 3 nëntar 1991 në Shqipëri shkoi një grup veprimtarësh për të kryer ushtrimet e duara luftarake, për të përgatitur për luftë çlirimtare. Pas përfundimit të stërvitjes, ky grup u kthye në Drenicë. I pajisur me armatim vendonte të zgjeronte radhët. Shërbimet sekrete i bien në çu informacion të armatosur dhe policia serbe mos hyn në rrethimin e kapjes së tij. Në mbrëmjen e 29 dhjetorit, pas një aksioni të suksesshëm në Laush, ata i futën në kusi tanket dhe ushtarët serb, duke i sëmprapsur. Ata u kthyen në shtëpiat e natë bashkë me Dajon Osman dhe bashkëpunëtarët e tjerë. Bali Rifat kishte ardhur si pushime pas 6 vitesh. O, mofë, e kemi për detyr.
A u lodha njëri, apo të ngajnë? Po. Si je bërje me nani, a u lodha? Mirë më nanë, mirë. Si je hamzi nanës, a u lufton ba? Mirë nane, kemi për detyrë. Mirë se herë të minanës. Një sërgjet do nane. Non, të dur të kom të tua në gjeneti. Të minana për ju mërë bjerë. Të lungoj o trim. Faleminderit motër e dashtun sepse më kanë nderuar duke më rrit Kotonipa luajnë të fortë. Sot Ademi na drejtoi shumë mirë si një strateg lufte. Ai na pozicionoi mes dy kodrave dhe kemi të prit aty disa orë. Atë kemi takuar me Sokolin, Azem Galicën, Bajram Curin dhe Isa Boletini. A e di pse motër kemi bisedu me to? Dhe për vatanin, a thua të na dhanë forcë bre. Këtë shkijet i kem vrave, nuk in kam shkije në Drenicë. Ju po luftoni për të mbrojtë tokën, shtëpinë, jepin dërvorin tonë. Na jemi në drejtën tonë. Ahmet Elia me Sakici për ose për të mbojtë këshit. E na sot për të të shkije nuk duhet me dorëzu. Po birë, atëherë nuk dishim shkejt në këndim, letrat të hoxha lexoshim. Sot kemi ditar, profesora magjistra, akademik trangus botnor dhe koheshti. Shkallët e dera, prej kur duhet me duru shumë. Shkallët gjithmoni pa besa konë. Dar s'ka më besedime. Kem në vdekjes kem në dërzu. Hajtë t'ja krisim një kongre. Shokët e Ademit njoftoj se po vinë serbët. Vaca Adem duke thithë cigarën e Duhanit shumë i qetë nërë. Alo kopëtërën, da bon. A i troket në derën e Hamzës me një herë, sepse i kishin hyrët e dhomave përballë. Ham, qo vlasë nga ka rëzu. Po, vla. Do t'i me nejë. Pastaj Ademi së rreti fatin. I pa, qo vlasë nga ka rëzu shkilje. Erë vla. A i me ramon pa dhe i gjabitën për kuzët dhe dhejë. Vojnë bashkë të gjithë dhe thonë. Shfarë parë, me u dërzu. Kur, pa qamë rëtime, duhet të rritë familja. Ademi u hodhi parë në sulm, u hodhi për prarë dhe tragosë polit dhe e qau rëtime. Shpërndoni në kulloteme. Policët e kanë lidhë duke i thënë. Kërë janë i prangat? Kërë janë i armët?
Duam kokën e Ademit, dorëzojeni. Të gjithë fëmijët të dalin jashtë, ndryshe do t'ju degim të gjallë. Policët sërbë përgonin me megafon dorëzimin e Ademit. Ato i lidhin me hekura dhe i rrethojnë duke i detyruar të rrinë në mes të borës deri në 4 pasdite. Nxjerrë jashtë, vëro afrankat. Gjyshi i vën në prauka e dy të në armës në shtëpi, ecën para duke të familjarëve, të gjithë të dalin jashtë. Të gjithë dilni jashtë. Të gjithë dalin të streja avdiz dhe nuk flasin. Ku po shkon tani o pjat? Po të jam theme të kukulla, kam halan. Po ti çfarë do? Edhe 500 herë bëhet Kosova shtet, nuk do të bësh më shumë pasuri. Po nuk luftoj për pasuri, por për liri, që ti mos vish piksa bëhet me luftu me fëmijë dhe gra. Ec përpara. Pastaj gjithë meshkujt e familjes dhe 48 të tjerë janë marrë me forcë drejt burgut. Nisi drejt qelis, merri dhe fëmijë. Do vish herë tjetër, me të gjithë arsenalin, sepse tani kam armë dhe ushtri. Ec morë përpara. Nisi drejt qelis. Baca Rifat, me ndihmën e familjeve patriote, kaloi në Prizren, zhurë dhe mbërriti në Kukës. Kur mbërrita në Kukës, përdora parullën. Prizreni mirë Drenica këtu. Një qikë e reqe që ishte aty që ishe dhe ma thasë. Bac, nejna me ju, do ta fitojmë Kosovën. Shumë goja. Në varin e mësuesit Haliteci nga Lausha, doli në skenjë politike UÇK, hapur si forcë politike. Tani, forcat serbe nuk ishin të sigurta, të futeshin në Drenis, por ato filluan të shtonin përforcimet ushtarake. Në 22 janar, policia serbe organizoi sulmin e dytë kundër familjes Jashari, i cili filloi në orët e hershme pas së fyrit. Ishte Arkani me njësit e tij. Ademi nuk ishte në shtëpi. Shabani, Hamza dhe djemë të ri luftuan dhe zbuan Hasmin. Luftimet zgjatën 45 minuta. Gjatë këtij sulmi u plagosën Servetja, vajza e Hamzës, e cila vdiq më vonë në sulmin e tretë, dhe Iliriana e Demit, e cila ringjall. Pati humbje të mëdha ndër serb. Ato lanë armatimin dhe u larguan. Pas këtij sulmi, Ademi u kthye në shtëpi dhe u betua që nuk do të largohet më nga shtëpia. Duhet me jakris, sepse pa derë shumë gjak, Evropa do të bëjë se hirë. Pa luftë, nuk fitohet liria. Sulmi i tretë ndodhi me 5, 6 dhe 7 mars. Rreth e përqark fabrikës së municionit ishin dislokuar forcat të mëdha dhe artilleri e rëndë. I pari u informua Ademi. Burrat e familjes u bën përsëri bashkë. Vrasësit do të kalen vetëm mbi trupin tim vdekur. Nëse duhet të vdes dikush, më miron se Kosova ime. Duhet pak flak, sepse zjarri është gati. Hajde, për hajde ako. Nëse duhet të vdes dikush, më miron se Albeu. Punktu, ti baljauz mërë djemë të pozicionohet e kulla tjetër, ti me gratë e fit në asil në municion. Po su trefni, do të fitëm. Farma
Dita zgjati 32 net. Në ditën e tretë, kënga u ngal. Freda po shef një shtëpi. Formatet e tonës shpërin formatet e njerëzve. Jem deri Nëna përshtiel fëmijët me dyshek duke ju thënë. Po së tutë me nanët, kena me fitue. Prima për luftojnë, do të fitojmë si për herë. Por Freda randi katë. Nuk ishte më shurma. Besarta u spërkat nga gjaku I të rënëve dhe ranë në maqe. Motra e vogël Blerina rënkonse. Uj, uj. Zana e magjit vajton mbi kokat e të rënëve. Pak vetëm thirrja dhe mjasharës. Kush ka më zanë e matit, ti që kelëm duhe. Gjaku jasharëve sot tokën ka pëllue, e ma shumë se 50 janë vliue. Amanet mos me vajtue, thuj Shqiponjës me tutue, e shqiptari fjallën me e quhe, se kem njës luftën me fitue. Zanë, unë kam lanë një amanet, mere në gryk, jepi gajret. Thuj besartës mos ki dert, let kalzoj që shkem dhan jetë. Leta marrë vesh gjithë bota, se shqiptarët vdesin por su piket botra. Ushtarët afrohen dhe prekin të vrarët me dorë. Kontrolloni nëse ka dhe një gjallë. Pas ka vdek raca e flisht. Që ka gjallë, qallu, ec për para. Kush është ky? Këta I Raufës. Pastaj e marrin te garnizoni I tyre, ku për orë të tëra I bëjnë presion psikologjik dhe pyetje ku janë Ademi dhe Hamza. Ku janë Ademi dhe Hamza? Gjermani. Më vonë, vajza u bashkua me familjet e fshatit dhe u dhotuan të dëbuar nga vendi I tyre. Lari mori dhe, qësa tjetër familjes të Gjermanisë mësuan lajmin e lidhur. Bekimi flet në telefon me motrën e tij 10 vjeçare të mbjetuar. Alo, besor, botër. Alo, vlla, vetëm unë jam gjallë. Vetëm unë jam gjallë. Rang 58, policia serbe pengon varrimin e tyre, por vrulli popullor nuk u ndal më. Populli I ndëroi të rënët me lot në sy. U zgjua Kosova, Shqipëria, Pola dhe demokracia, nuk hapin prapa, u qëkojnë më me forë se kur. Shqipëria diaspora luftuan, duke u vetë mohuar duke rënë për lirinë e Adheut. 1500 ushtar dhe duke humbur jetën 50.000 civil. Bilanc tragjik, njerëzor dhe material.
Ushtoj gryka, Ushtoj mali, unë gjallë brapa të Jashari. Zemër të shlitet jo burri, heroi u rrashlis nga burri. Në qershor u kthye nga Gjermania, rifalti udhëzimi, Murati dhe bekimi. Ushtarët përulen para tyre duke qartë, dhe rifalti thotë. Ju kolot, ne jena pishman që nuk ishim me do. Bekim, bi, takoj e mo. Besarqe. Mos kloj motër. Pano e fort. Na, me të vërtet kena unë 58, po kem fitue 7 milion. A ishin të qejtë deri në 2002-shin? Jo, sepse nuk ishin trupat e identifikuar. Doktor Arsim Byrgjaliu shprehet. Doni me I dërgu banesin e fundit, si pas identitetit, se ishin shumë vorre pa emna. Kena punu 2 javë rresht vetëm me ushtarët e antarët e familjes. Kur kem identifiku komandantin, e kam marrë kafkën e tij e pulsa me dorë në zemër. Shiu pushoj, e lindi dielli derisa e hatun. Tash kishin drejt me thanë. Bas u kry! Bas u kry! Shiu vazhdoj apet, e na shoqënoi deri ditën e fundit. Shenjë e Zotit I mori herojt në gjinin e tij. Ata jetojnë tash në qytetin legjendar kur shkruhet. Jemi qaku që t'jem në vejna, jemi frymë që e lëzojmë. Të nderuar shikues, sot me ne në studio është I ftuar special Bekim Hamz Jashari. Përpos primërisë, aksioneve dhe rënies historike të rënëve që përcollën deri më tani, ne kemi dhe një surprizë për të. E mbjetuara e vetme familjes Jasharaj ka një amanet për të vëllai. Ajo tashmë është e martuar dhe ka 2 fëmijë. Dylin, pseudonimi Bab Hamzës dhe Nolin, pseudonimi Fanolit. Ajo e përcjell këtë amanet me anë të një letre për të vëllain e saj Bekimin. I dashur vëlla, uroj që këtë fjalë që ndalin nga zemra të gjejnë shëndosh e mirë. Lidhja ime si motër me ty si vëlla nuk është e zakonshme. Jo pse ne duam ashtu, përse fati ka përcaktuar ashtu. Si dëshmitarja vet me familjes tonë, kam shumë për të trofyer, por edhe për të përfaqësuar sidomos dashurinë dhe vullnetin e të rëndë. Sonte, për herë të parë, po shpalloj kujtime që kam për motrën tonë Blerinën, që ishte 7 vjeçë atë kohë. Blerina, e vogla e babushit, të gjithë e donin, pa ajo donte Bekimin, vllain që e kishte lënë të vogël. Nuk e di se si e krijoi këtë dashuri, por më ngjaf nga malli i nanës dhe babushit për ty, Bekim.
Blerina të donte vetëm ty. Kur e pyesnin se si quhet, ai e përgjigjej: "Jam Bekimi", dhe nuk lejonte që flokët e saj të rriten, sepse donte të ngjante ty. Ai e mohonte emrin e vet që t'i afronte babushit Bekimin, e si duket babushi u çmante me ty përmes Blerinës. As të kohën e qeshni me Blerinën, vetëm ajo në qeshte duke thënë: "Jam Bekimi". Blerina të paska njohur më shumë nga ne, se ti meriton dashurinë e botës. Ndërsa të tjerët mashtroheshin me prallën në kohën e gjumit, Blerina donte fotografinë tënde, ndryshe nuk kuptonte ne të pagjumë. Kjo ishte Blerina jonë, e cila nuk më la vetëm deri në frymën e fundit. Ndaj ndjej edhe dashurinë e Blerinës për ty sa konsideroj si anake. Po ashtu, Bekim, nga sulmet e mëdhaqe të atyre ditëve, kujtoj momentin kur filluam të vinin copat e betonit mbi trupat tanë. Nëna na kujtoi të gjithëve me dyshek që të shpëtonim shenjave që shtëpia hopsonte. Edhe në ato momente, nëna lutej edhe për ty, Bekim. Si duket lutjet e nënës, po pranuan vetëm për ty dhe mua, Bekim. Për ty nëna dhe babushi kishin shumë madh. Ato në festa prisnin shumë për ty, vlla, shumë më mungoje. Si duket edhe modin e prindërve tonë, e mora si amanet edhe kisha aq shumë nevojë të shmallesha me ty. Atëherë, kur mbeta vetëm, ngushëllimi vetëm ishte: "Hajde se vjen Bekimi". Në qershorin e 1999 erdhe, edhe në momentin nuk e harrova, ndërsa të përqafoja gjithë të rëndën të shmallën me ty. Nga ajo ditë, ne dy kishim një mision të ri, të përcjellim me dinjitet amanetin e të rëndëve. Të vdesësh për atë është njësoj si me lejë. Nga sot familja jonë është e përtrirë, po aq sa ishte me emrat përkatës të gjithë të rëndëve. Kur unë vi si bi, jam e rrethuar nga gjithë dy herati, të rëndët dhe të gjallët. Faleminderit vlla, e jotja Besarta. Bekim, është normale, ndjenjat nuk komandohen, por lavdia e tyre na e bën krenarinë më të madhe së dhimbja. Më falni, nuk kam derë të lot kur. Dhe të thonë të tanë hoxhallarët e botës, se nuk ka Zot, por unë e besoj. Tash Zoti ta linte dëshmitarët vetme, po na nuk jem vetëm. Me ne është e tanë Shqiptaria dhe e tanë bota që na vizitojnë kompleksin. Deri tash 20 milion. Maria? Maria?